Përshëndetje kolegë të nderuar. Po ju përshëndes tani herë, është ky epizodi 5 i podcastit Emergjenca sot. Do të flasim sot për sepsin dhe shokun septik dhe për të biseduar për këtë temë, sa e rëndësishme aq edhe prezente. Me mu sot është doktor Visar Gashi, infektolog nga Qendra Klinike Universitare. Visar, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Visar, sepsa një problem shumë i madh edhe klinik edhe epidemiologjik, përkundër gjithë aty në përparimeve që janë bë, ende shumë njerëz vdesin prej sepses. E vërtet, ende bazë statistikave të fundit të BSH-s që të nxjerrur domethënë në vitin e fundit, vitin e kaluar, domethënë tregon që vërtet janë alarmante. Nëse shikon nga ato publikimet që ka bërë BSH-ja, domethënë diku në vitin 2020, edhe pse thotë BSH-ja që në post aty në çka raportohet sa është mi besu, për shkak sepse BSH-ja përfshin komplet këtë botën, dhe normal kemi na mjeksi jo standarde. Ose që nuk raportohen. Nuk raportohen ose është në raportim jo tamam valid në bazë të scoringut. Dikun 48.9 milion raste në vit, domethënë llogaritën qenie septike dhe 11 milion kemi vdekje domethënë të lidhura me sepsen në mbar botën, që përfaqëson diku 20% të vdekjeve në tërë botën. Pothuajse gjysma apo 20 milion rasteve janë vlerësuar sepsen në mbar botën, që ndodhen tek fëmijët nën 5 vjeç. Gjysma e tyre tek fëmijët nën 5 vjeç. Kjo është pak e ndjeshme, lëm jo shumë i mirë. Sidoqoftë, ne zakonisht se kemi kështu strukturën e podcastit, fillojmë me një përshkrim të një rasti, domethënë të një rasti që ndërlidhet me temën. Pastaj do të flasim për definicionin e sepsës edhe shokut septik. Domethënë çfarë është sepsa, shoku septik. A do përmendim faktorët e rrezikut që janë shumë e rëndësishëm besoj për gjatë vlerësimit fillestar. Pasqyrën klinike, pastaj do të flasim për diagnozën, trajtimin dhe sistemimin. Edhe në fund do të bisedojmë për disa këshilla praktike për mjekët edhe për kolegë. Atëherë kemi një pacient 63 vjeç, i cili prezanton në emergjencë me status të alternuar mental, me takikardi, takipni dhe me temperaturë. Para 5 ditësh është diagnostikuar me pneumoni dhe ka qenë në terapi me antibiotik oral, por pa përmirësim. Ky pacient ka histori të diabetit mellitus të pa kontrolluar. Parametrat vital: tensioni arterial 90/55, pulsi 123 në minutë, respiracioni 25 minutë, temperatura 39 saturimi oksigjenit 91% në ajër të dhomës. Se du në më brengos për këtë pacient? Normalisht, na si klinicista, edhe na si infektolog, po dhe jo në emergjencë, edhe internistat të domon kanë raste me këto probleme, se kjo konglomerat ose plejade e simptomave përfshin komplet sistemin edhe emergjent, infektiv edhe internistik. Normal, prej vitit 2000 e kënena, 90 e kënena, po 2000 ma shumë kënena, veç kanë fillu më bo takime të rregullta të komunitetit për çështje septike. Normalisht përkuzimet të fundit, se çdo herë na në mjeksi do të më shku ato çka të fundit çka kemi, domethënë tre, jo me kështu ato më hershmet, për shkak se normal çdo herë çdo evaluim, çdo ndryshim i qoftë klinik apo faktorë tjerë ambiental, ushqimor, faktorë industrial, çapo diun ndikojnë ndryshimet edhe reagimet po në organ trup edhe në gjendje shëndetësore dhe shpihen në patologji caktuar apo në shtim apo në ndryshim i rrjedhës së patologjive. Nëse shkojmë në propozimet të fundit 2016-s, në bazë nga propozimi me pashmë sindromës përgjithësi inflamator apo SIRS që është në njihet, klasifikohet me për seps në 2 apo më shumë për këtyne parametrave. Që kjo është temperatura mbi 38, 38.3 apo nër 36. Jo çdo herë domon po temperatura lart, domon shikohet temperatura ulët, takikardia mbi 90 rrallë minutë, takipnia mbi 20 respiracione në minutë, ose niveli dioksid karbon atrial PaCO2 jetë nën 32 mm të shtuzive ose 4.3 kPa. Të na përdohet më shumë se kjo miligram, për ata shfrytëzova 2 njësit. Hiperglikemia, glikemia mbi 7.7 milimol për litër, po 140 mg për decilitër, që kjo është në mungesë, nuk ka histori pacientit që tregon diabet. Statusi mendor i ndryshuar, akut në aspektin akut, jo më herët. Një leukocitozë që është mbi 12.000 apo një leukopeni që është nën 4.000 apo numër normal leukociteve që okut mbi 10% të formave të papjekra. Kjo është definicioni i sepsis kriteria. Nëse mbi do 2 janë, atëherë në unë pejtë SIRS-it fillon pacienti me kalun në seps. To që e përmendë janë elementet e SIRS-it, nëse 2 për këtyne janë plus 2, janë pozitive. Veç është duke u futur në seps. Plus edhe është i konfirmuar burimi i infeksionit. Ose dyshuar vetëm që kalon në gjendje për seps me dyshuar. E që është shumë rëndësia timingu. Po shoku septik? Shoku septik është kur
veç pacienti ka hyrë në gjendje septike dhe pastaj domosdoshmë vetëm se është bë stabilizimi i diagnozës së sepsës, kemi hipotensionin, filloi reanimimi me lëngje, sepse është debati i orës parë të antibiotikut edhe sot ende ishte domethënë botë të fundit që a është me antibiotikun apo qysh. Na belen vitin e kaluar kur ishim me studenta gjatë mos praktikës u duke më shpreh kështu pak më thjesht ti e jep antibiotikun, por nëse ki perfuzionin nuk është nëse indet nuk perfuzohen me lëndë. Shembull nëse ki tension edhe ki mapin min, atë pressure ki nër 60 ose 65, se varet dikush gjatë 65, atë kot jep antibiotikun se nuk mbrin antibiotikun në vendin e dur për me reagu nëse kemi infeksion po. Çka më bën? Na më bën një rikthim të riperfuzionit të gjenës organizmit, e nëse na kthehet riperfuzioni apo kthehet tensioni me reagim të lëngjeve, qoftë me trejtë kristaloide apo me plazma apo këtu ekspandera domethënë po atëherë domethënë është gjendja sepsës jemi të mbajtur në kontroll dhe vazhdojmë me antibiotik. Por ndryshe nëse kjo vjen puna dhe kemi dështim me lëngje, atë vjen çështja vazoaktive dhe në momentin që bëhet pacienti për vazoaktiv, veç të shkon në shok septik. Po në shoku septik është sepsa është si përgjigje inflamatore e përgjithshme shkakton vazodilatacioni, rënje të perfuzioni, pastaj rënje të fillim ndështimit të organeve kështu më radh. Nga aspekti mos dola me fol veç se ndoshta si sepse këtë komuniteti jonë e njeh, po nga aspekti etipatogjenik, domthonë pse vjen tek puna e sepsës domthonë, atëherë është për shkak të aktivizimit sistemik të sistemit imunitar, se tash pa Covid-in na kam mësuar dosane, apo aktivizimi sistemik imunitar të lindur nga pumps and dumps. Pumps është pathogen associated molecular patterns and dumps është damaged associated molecular patterns. Momentin që këta aktivizohen, atëherë shpihen në një përgjigje inflamatore të rëndë dhe të vazhdueshme të karakterizuar nga aktivizimi apo qëllimi tepër të citokinave, sigurisht interleukina 1, TNF apo tumor necrosis factor, interleukina 17, edhe këto njihen si cytokine storm apo stohija citokineve. Edhe në momentin që hyn pacienti këto, më vetëm në kokë është problem këtu në rrugë. Është në stad më i avancuar i përgjigjës inflamatore. Mirë, flasim pak për faktorët e rrezikut. Do të thotë paramesh çdo pacient është rrezikum për sepsës, pa faktorë rrezikut. Mirë, për pacientët që kanë pranitë faktorë të rrezikut, do të thonë kanë një rrezikshmëri më të lartë për sepsë duhet mirën parasysh. Cilët janë faktorët e rrezikut për sepsë për shok septik? Nëse flasim dash përgjithësi domethënë pse vjen sepsa, normal të një person i shëndosh në imunitet normal, që kemi mësuar në imunologji është një sistem perfekt. I cili domon vazhdimisht të monitorim 24 orë dhe nuk ka mundësi me reagu apo me hy patogjeni dhe me shpinat përgjigje inflamatore si cekum. Por faktorët rrezikut çdo herë domethënë janë me kategoritë grupe domethënë kemi ndon në grup moshat apo kategorizimit të porsalindurit. Mbi 65 vjeçar, shtatzënat, ata që përdorin droga, domethënë rekreative dhe ata persona që kanë nyje artificiale ose valvula zem ose kanë ndërhyrje, qoftë bypass apo gjatë të qoftë që kanë ose kateter venos qendror, kësë fundi kanë pas apo kanë vendosën portin për kimjoterapi, këta janë pastaj sepse është prish ajo integriteti bariera mbrojtëse. Po bariera mbrojtëse që është lëkurë organi më i madh truptonin edhe këtu fillojnë vish probleme domethënë. Normalisht kemi edhe kush është në rrezik për sepsë, domthonë nëse bën kështu pak më detajisht, janë persona që janë shumë të rinj, janë shumë të moshuar, janë shtatzën, ekstremet e moshave, është me dosën kategorinor, kanë gjendje shëndetësore afatgjatë si diabeti, se të imunokompromit ose pacientë që imunokompromituar është interesant vazhdimisht flasim imunokompromitim. Po në komunitetin tonë është një term që ose një gamë e gjanë që nganjëherë shembull nuk konsiderohen imunokompromituar për X patologjie. Kur hina me këshyr, kur fillova me këshyr në bazë disease që kanë ata që kanë është kush është për aty në kategorizohet në imunokompromituar. Onën hin smunjet kronike, që shembull edhe një infeksion i kronik i TUS, trakt urinar. Sepse arsye dhe që e zvogëlon reagimin e polimorfonukleare për me shku të vendin për me reagu në përgjigjen adekuate, diabeti mellit, hipertensioni kronik, çdo sëmundje ose probleme neurologjike, një parezë, një paralizë, çdo sen që ka ty si person, pacient ose si organizëm
të ka deviju prej mirëqenjes që kemi ato atë vardinicuar në shëndet, çka do të thotë shëndet, të ka deviju prej asajna dhe nuk je më në ato kondita apo në ato shinat, me thonë, të homostazës, llogaritësh në komprimitum dhe automatikisht del prej në këtë kategori. Bastanej personat që kanë së fundi kanë hyrë ndërhyrje kirurgjike, genetikisht të pirë ndaj infeksioneve, shpesh na vjen nona thotë fëmia jam shpesh po smuret, domethënë kjo është një bagje që në të ardhmen eficiencë faktorët komplementit. Ne po na mungon në databaza, domethënë shpresojmë që të ardhmen të bëhen domethënë këto që ti kemi si kur të vjen shumë si mjek qoftë ti në emergjencë apo te na, kur ti ne shikon e ki komplet historikun pe kur ka lind, këtë lloj të informatave dhe na e dim praparsisht ma lehtë na letohet. Ose është pacient i shtim në spital për sëmundje kronike serioze, do të qëndrojë në spital për një kohë gjatë, kanë plakt ose rendime të rezultatit një aksidentit, kanë gjene të mjekësore që do pëson imunitetin imunitar si HIV-ja apo leukemia. Marrin trajtim mjekësor për sistem imunitar si puna kimioterapis apo edhe steroideve afatgjata apo janë në ventilim mekanik. Këtë këto janë shkaqe që ende edhe faktorë të tjerë që shpinë që nuk kemi shumë mundësi këtu të mirë, po kur të thirrën tash si specialist ose në infektologji që na merrem me SEPS, edhe këtu kemi probleme domthonë të diagnostikimi. Çdo herë sa më herët ose sa më parë që neve na shkon mendja për SEPS është reagimi më i shpejtë edhe mundësitë më të mëdha. Do të flasim për diagnostikimin besoj. Më John. Okej, fletëm pak për faktorët e rrezikut, po flasim pak për pasqyrën klinike. Flasim pak për ato simptomat e përgjithshme pacientëve me SEPS, dhe simptomat e përgjithshme të një përgjigje inflamatore. Pastaj flasim një pak specifike për infeksionet e pjesëve të ndryshme, shumë infeksionet respiratore ose të sistemit nervor qendror, gastrointestinale ose sistemit urinar, të cilat munden me përfundu me SEPS. Flasim pak fillimisht për simptomat e përgjithshme. Çdo pacient domethënë që vjen me psyshe ceka me ato skorat, domethënë që cilët pacienti ka ndonjë dyshim për infeksion për infeksionit, çka po theksohet së fundi po atë t'ja vesh mendjen shumë anamnezës. Domethënë nuk mund na më shkumin drejt jump me kthyer në diagnozë, dhe të pyet një familjar në mënyrë të detajuar. Se pacienti domethënë pacienti, familjarët që ka ardhur tash në spital, a ka ndodhur në mënyrë akute ndryshimi apo është kronike? Ka shumë dinamike. Momenti që domethënë fillon shembull sistemi respirator që ceke, kemi domethënë një ndryshim se tash një koll një sekret një koll me sekret me sputum, një ftofi, një rene domethënë këtëve çdo herë kam na kapa, është sezonat janë koha gripave, mirë po një hiposaturim. E që shamon të na pak është kjo që do të me shikuse nëse në 94 që fillon me rast saturimi, nuk është alarm i mirë. Bile së fundi kur kemi pas me Covid, me mjek të ndryshëm kemi bashkëpunuar qoftë edhe me turq që kanë qenë në trajnim na kanë bëu, ata vetëm se thëshin që në 94 na që kemi intubu pasi me Covid. Po ishan të na po na vin me 60, saturim. Kjo ka qenë sfida e Covidit. Atëherë është për më shqetësu dhe du të më hulumtu se po një egzaminim, një radiologjik, që ta di me rentgen, ka jena, është pneumoni, është incipiente fillestare, është leobare, a ka përfshi komplet një anë të mërshkis, apo është dy, nëse shfulim të sistemin gastrointestinal, barkqitja, nëse ka, është profuze, shpejt, është mosha ekstreme, në anamnezë nuk kena diçka që domethënë na lidh me ndonjë helmim me ushqim, nuk ka qenë darsë, nuk ka qenë restorant ose nuk ka të familjes tjerë që janë smut që kanë mujt me konsumu një ushqim. Kjo do të më rrit atë alert në për neve që diçka ka ndodhur. Ose urgjentat kirurgjike. Sistemi respirator. Ileuset, ose iza është dashur me një. Ato gjithmonë mund të qenë proburim të infeksionit. Krejt. Edhe tash ose sistemi urgjenital, dhimbje temperaturë, dhimbje djegësim gjatë urinimit i shpeshtë, që domethënë nuk po eliminohet me terapi, apo sistemi nervor qendror hin tek çrregullimet e vedisë. Sistemi nervor qendror me pas kujdes të tek çrregullimi i vedisë, domethënë mos për encefalit, për prekjet. Encefaliti ose meningiti, që di më komplikuar me meningoencefalit, humbjes çrregullimit vedisë, edhe tani më marr për pasoja më të rënda, edhe kemi sistemin akamet tash likuror, se shpesh për shembull artritis septik ose fasciti nekrotizus, ojtë njëve dhimbja, ose dhimbja akute që shamë shpesh mundet ka njëherë të na në komitetin tonë shamë të qufë në emergjencë, mas pari vjen në emergjencë, ka qenë pacienti shamë një rast
40-50 vjeçar shkon në gjym rregullisht, edhe për një moment ka filluar dhimbja e madhe. Shembull ekstremiteti të poshtë. Tash ti si mjek mundesh të thonë ka mundësi më konë ndaj djegje muskulare. Për shkak të ushtrimit. Mirë, po, kujdes me evalo ngadalë, mos jep konkluza që minan një përfen shko të shtëpia, se ai më të më konë një fasit. Fasit në këtë edhe do të definitivisht do të konsultojë jashtë proporcionet normale, jashtë proporcionet normale. Shpesh ka shoh në praktikën klinike time që 6 vjet domethënë që specialist, edhe më herët gjatë specializimit ose edhe kështu në mjekësi, këto degët internistike, përgjithësi ose kirurgjike shoh që domon fokusohen veç në ato të ngushtë, në shembull kardiologu veç për zemër, opton. Neve na infektiva ose infektologjia japni një përparësi shumë ndaj rasteve klinike se na e shohim trupin tërësi. Njëjtë si në emergjencë. Po. Prej kokës ju e keni këtë pjesën tash edhe lëndimet këtu. Tash prej kokës deri te koma kemi llogarit çdo sen. Për ata përmend edhe sistemi lëkuror. Nëse çdo breaching ose thyrje apo lëndim i integritetit të lëkurës është burim për infeksionet apo. Edhe kjo mund të kenë simptom klinik që ti më mendu që pacienti veç ka shkon ka sepsa nëse nuk është rregulluar me një antibiotik që ka mujt me dhon mjeku familjar, e që tash të antibiotik nëse diskutojnë të trajtimit diskutojmë gjithsesi. Është problem global kjo puna abuzivit me antibiotik, po te ne duket është në nivel tjetër më lart. Si duket. Po tash në Evropë nuk mundesh me marrë antibiotik pa recetë. Pa recetë. Do të bisedojmë edhe te pjesa e trajtimit, do të bisedojmë edhe për antibiotik, se është një nga shtyllat e trajtimit të sepsis edhe të shokut septik. Po te pasqyra klinike, do të thonë mos të harrojmë këto simptomat e përgjithshme, do të thonë hipotensioni, çrregullimin statusit mental, ndryshimi i lëkurës, zbjehja e lëkurës, zgjatja e rrëmbushjes kapilare ose oliguria, të rrëmbushja kapilare shumë sa një test i thjeshtë është, domethënë. Ose merret domethënë bëhet presioni në ekstremitetin distale ose edhe në thu. Vëllai që më shtatin e thonit, bile më lehtë është për shkak se domun e bën presionin, nuk është shumë specifike, na jemi të fol për ato. Po nis foku e keni ide si klinicist që nëse bën presionin në thu dhe shet që domun për 2 sekonda nuk e ki kthimin e ngjyrës që është në roze, automatikisht e ki. Ne jemi të fol për do të flasim tash për një ambient atje diku në AMF, QMF. Se çka jemi të fol këto flasim prej klinikës aspektit klinik. Se momenti që mjeku, GP-ja apo edhe mjeku familjar muna me përshuna një mesazh domethënë të mirë që hey, çto janë simptomat, kujdes edhe çto mos të vonohet, të dërgohet sa më shpejt në për terciare, domethënë qoftë me dërguar në emergjencë, nëse s'është i sigurt që pranon ka sepsa, ose sirs qoftë edhe me dërguar drejt në klinikën të infektive për shkak se qëllimi është ora parë më zonë, gold hour ose ora art. Tash ti domethënë ne mi të fol domethënë për dosenet që në stetoskop e ka mjeku, ka me diagnostike gjithë. Një tensiometër që mund me marrë tensionin, nëse është që është domosdoshmë sistoliko në 90, refillin kapilar që mund me bë, po hajde se ka në saturimin me mat, varet prej se ka vende shumë mjek që punin në fshatra, po ideja s'poko domosdoshmë çka, tensioni, temperatura, respiracionet, pulsi, vedia më glazukoma skellën mund është e nxjerr vetë nuk ke nevojë me pas pajisje të veçanta, veç to e ke kini një ide edhe normal ndryshimi akut. Nëse të vjen domethënë familjar ta ka pru pacientin dhe thotë ka qenë shumë mirë baba nona ose familjar edhe për një herë është alarm që ti duhet me orientu automatikisht për qendër terciare ose s'po spital po. Mirë, bukur. Kalojmë pak tek diagnozat, diagnostikimi i sepsës. Domethënë të në emergjencë zakonisht ato të para sidomos kur ka prezencë të, domethënë të hipoperfuzionit, zakonisht analizat gazore, glikemia, gjitha këto janë më rëndësi. Taksin një acidozës, një acid laktik i lartë, flasin një indikator shumë të rëndësishëm. Po flasim pak për rolin e analizave, domethënë laboratorike, mos pasqyrës gjakut, sidomos indikatorëve të inflamacionit, është CRP ose procalcitonina si biomarker i sepsës, apo roli i sedimentacionit. Nëse diu nëse sedimentacioni nuk ka në rol klinik, po ende përdoret apo si të që. Pastaj roli i shembull i funksioneve shkore, urea kreatinina, pastaj hepatogramit, koagulogramit, gjitha këtyre.
Sa kanë rëndësi këto për shembull? Bota ka shku me çka më pëlqen shembull kur lexoj libra qoftë amerikan apo britanes, kanades, këtë trekonshi për mu i artë se përket në pikut mjekësisë. Normalisht është edhe India nuk është aloket se ka punime shkencore. Ose shumica mjekëve në Angli, Britani dhe në Kanadë janë indian. Edhe më të mirë në Pakistan. Po, i kanë dhënë në rendin e parë dhe të dytë të ekzaminimeve. Çka tash po dyshojna që është seps, e kemi vendosur këtë kategorizim pacientit, tash çka më bë. Gjëja e parë po të me marrë hemokulturën. Për gram pozitive dhe gram negative. Se fundi e bodë trajnime dhe të nadë, në për qendër. A merret hemokulturë veçantë për anaerobe apo? Jo, duhet dyat. Për gram pozitive dhe gram negative, aerobe dhe anaerobe. Do mund të marrë 2 seta. Kemi qenë pjesëtar në grupin e punimit për Auto Refuse Guideline të marrjes së hemokultura dhe mostave tjera sterile, jo sterile dhe mund në trup. Kemi bën ato, kemi dërguar për pjesë tash të çaja mu aprovu guidelines. Normal duke mundu me përputh me këtu rajonale dhe evropiane. Një për shembull tek marrja e gjokut për hemokulturë e kemi qit standardet çysh ka më marr, sa edhe se shumë rëndësi në literaturë po që nëse sidomos në Mandel shishat kur isha të lexuar më herët se ke që nëse merr 10 ml gjak është shansa me nxjerrë një baktere, një mikrob, domethënë në kin shishe dhe ajo mund me masanej me dalë rezultati saj na përndryshe domethënë ti ki faz negative hemokulturat. Po shumë faz. Mo 2 sete. Sa përqend është hemokultura pozitive për shkak të rastet në sepse kemi ndonjë statistikë? Përgjithësi domethënë te na nuk kemi kështu punim statistikor, mirë po për jashtë domethënë dihet 30-40% që nxinë domethënë kështu me aspektin. Po ndaj 60% mund të qenë negative. Po. Në rast që sepse është klinike, po nuk është diagnozë, kështu që mund me vendosë. Se arsyeja pse sidomos te na është për shkak antibiootikut. Shembull, te randi parë edhe nish është hemokultura, thotë, të mirët sa më parë hemokultura për shkak se para se me dhon antibiotikun. Para antibiotikut. Bile kanë kriju setet e hemokulturave me faktor që e pengojnë antibiotikun kur qitet gjaku në vendoset gjaku në shishet e hemokulturës për shkak se atë më ndal veprimi i tyre dhe më lën shanse më rrit domthon 2 sete ka 2 domthon dikun 40 ml gjak do të më marr tek i rrituri adulti për hemokulturë. Sidomos është mirë edhe vende të ndryshme ose kur është pacienti me kateter venaz qendror, qoftë që është vendosur paraprakisht apo ka çat portin për punë kimioterapisë definitivisht do të marrë edhe në port, edhe aty me bë krahasime dhe mikshyrën, kolonizimin, sidomos tek puna këtyne portit ose kateterëve në qendror, dy kemi probleme. Staphyl aureusën edhe kandidën. Kandida. Po nëse kjo është kriter. Këta dy i ndrohet, heket komplet edhe vendoset i ri. Në vend 3 nuk guxon ato më bë reinsertimi apo rivendosja e kateterit se përndryshe se mendon ti me rivendos kateterin venaz qendror çka po bën ti për me rivendos në vendin e njëjtë ti ke vendosur së pari guide telin. Kështu që çka po bën ti nëse është i kanalizuar komplet kateterin venaz qendror me bakterie. Kupton. Ti vetë shpejton klosterin mbrana atje edhe ke bë kushtet, domethënë heket çohet bele gjithsesi do të më dërgu çdo pajisje që e largon pi trupit, qoftë kateter urinar, qoftë kateter venaz qendror, qoftë kanilla, çka do qoftë në bazë guideline-ave, i kemi në punim sipër, do të më bë mostra për me kona sa më sakt me ditë se cilla se nuk është vetëm interesi për personal për pacientin, po na si klinik ose si institucion domethënë terciar, po sekondar me ditë cilla fluor është na ende për institucion tona klinik, domethënë spitalit. Ta dimë se çka me aspekti epidemiologjik. Po, edhe infection prevention controlla. E dyta është laktatën serum, domethënë mbi 2 mmol. Po veç është prim të kulturës, domethënë përpas hemokulturës të proponimit septik përmendëm edhe kulturën e sputumit, urinokulturën komplet. Merret spinal, kultura e plagëve, abscese, gjitha këto. Krejt merret domethënë. Varësisht për problemet që ka domethënë. Nuk punktohet pacienti pse është tash seps, nëse ka glaukoma pasme sepse është procedurë bagi e ndishë për me marrë. Invazive. Po, te laktatën serum do mbi 2 mmol për litër, është dihet më vetëm është seps, mirë po mbi 4 është vetë domethënë me prognozë të keqe. Edhe sidomos ti ke laktatën nëse serum janë 2. Edhe ti ke filluar me ranimu pacientin me lëngje, do të merr laktatët. Kjo është ajo shenja që domethënë ke ranimu, laktatët po të binë mirë apo përdorim si indikator. Nëse laktatët rriten, faktikisht siem të ranimu së duhet. Nëse laktatët zvogëlohen, faktikisht jemi masat terapeutike janë
Jam duke Te diureza kemi që thashë se ka më herë shumë të familjar me komuniku. Që në 12 apo 18 orë të fund a ka pas diurezë pacienti, a ka urinu hiç, sa ka urinu. Na mujna me vendosë një shembull tjerë sepse nuk është kjo definitive që një urinim më kon dikon llogarit ka 200 litra. Nëse është pak më që ka më gjatë dikon 3-400. Më shumë se 1 mililitër per kilogram në orë brenda 24 orë. Jo, tash thotë nëse diureza ka qenë më pak se 0.5 mililitër per kilogram. Vetëm se është smundja ron apo vdekje. Por shkon pacienti ka edhe ka filluar të bëhet një hemogram për me këshyr leukocitet ai. Sa është rëndësia e leukociteve për shembull? Është si parametër që hin domon të sepse kriteria. Por nëse vjen pacienti tash që thonë mjekësi 1-2 zbojnë, kur vjen pacienti shumë i moshuar ose imunokompromituar, mos prit tash leukocit me lëviz, do të vinë normale. Jo hiç se edhe më konsulta është kriter, po zon rrin 5-6-7 nuk mund të thonë normal sepse çdo herë me post ato në mendje, thonë se ky nuk ka mujt me dhon përgjigje. Uri kreatinini dhe elektroletët shumë rëndësi uri dhe kreatinina për me ditë se veshkat çysh i kemi, edhe elektrolet, natrium, kalium, kalcium se a janë kemi çrregullum edhe nëse janë çrregullum me ragu. Po një problem te natriumi është hiponatremia akute. Nuk me pas kujdes, sidomos në korrigjimin e elektroletëve të natriumit se nëse shembull kemi një hiponatremi shumë të thellë dhe mundohemi na shpejt me korrigju, atëherë kena bë edem në tru, edhe më shumë munda me dëmtu domethënë sistemin nervozat centrore kontinue. Edhe nëse është hiponatremi, po do të flasim për trajtimet e pjesës e trajtimit ose trajtimin e elektrolitëve. Te glikemia goal ose qëllim është 6.1 deri 8.3 muaj. Flasim për indikatorët inflamacioni, sigurisht CRP-ja. CRP-ja është sensitive por jo specifike. Edhe nuk është edhe as kriteri sirëse. Jo, kurse se PCT-ja ose procalcinina bazohemi shumë në CRP, domethënë për kohët fundit CRP, procalcinin, prosepsin, bile prosepsina nuk është duke përdorur në vende të tjera het. Këtu po bëhet prosepsina shpesh korrelimi procalcinin, CRP, prosepsin janë jo reale, shembull një CRP është ndoshta një 5-60, prosepsina vjen shumë me vlera të larta. Ose procalcina është shembull 0.5 dhe 0.2 është vlera domon që nuk llogarit mirë po 0.5 ose shembull procalcina ki pacientë me të lashë me smundje akute ose dializë, procalcina nuk merret mos si arsye më përdor për sepse procalcina prodhohet në veshka. E më që ki të dializa e ka me dojë çdo nalt. Nuk merret mos si faktorët koagulimit janë këta faktorë që do të më lyp në gjak për shkak të komponentimit të me shikuar melçia është nëse janë të kompromituar prognozë keqe, testet funksionale të melçisë, bilirubinat, transaminazat, ALP-ja, gamma-GT-ja, nëse janë të larta, këto është prognozë e mirë. Te gazorja, do të me pas kujdes ku pe marrë me gjakun, sidomos në ekstremitetet domethënë të krahut, të koma, kur bëhet lidhja me lirsët e smot, nëse merret gazorja, atëherë PCO2 mund të na dalë në vlerat jo reale dhe na mund na me qiku jo real për pacientin. Edhe në huq të sirësi. Edhe ka kijat më bo, për jashtim domon normal të aritmive, infarktit akut, perikardit, miokardit. Si shkaktar gjendjes strong. Tash ekzaminimet që ka do të na me përfshit tjera shtesë. Te imazhëria, po dalin pak te imazhëria, nëse skemi që me fol për analizat laboratorike, mendoj që pak a shumë i përmbledhem ato që janë me rëndësi. Po dalin pak te imazhëria, roli rentgenit, ultrazonit, CT-s. Është interesant të ekzaminimet që kishin përfshit këta BMG-ja. British Medical Journal po është të bashkë të KSEPS-a thotë ka vendosur domethënë rentgenin e mëshive për ekzaminim shtesë përveç ty domon urina mas rentgenin e mëshive kulturat e vendeve ndryshme funksioni ma vonë vjen CT-ja edhe ultrazonin në fund isha duke menduar se rentgeni e mëshive okay ultrazoni është një metodë pak më e lehtë se CT-ja që ti mund vetëm me bëu një ekzaminim auto shpejt domethënë. Nëse ju e keni në emergjencë fastin, bedside. Po na e kemi domthon përveç se të ultrazoni që neve na jep dhona ne për një absces melçin ose në lëkurë lëng të lirë peritonit apo hidronefroz, por nikosisht edhe ultrazoni i zemrës. Sidomos ka shumë rëndësi jo detajzuar vegetacione po jo mbi gjitha na kemi po funksioni ventrikullit sa është nikosisht edhe sa më që ky zemër me përballu rrjedhimin që kemi bona për 30 ml per kilogram pesh trupore që është e gjeni sasi e madhe longjet ti mundosh me vendos diametri venës cava për shembull sa është kompresibile apo jo apo
Po, kjo është njëna si prej indikator i presionit qendror venaz. sakt. Kurse te CT-ja domon normal, CT-ja do shi toraks abdomen pelvik. Qëllimi është me na dhona prap ces, lëng lir, ajër lir, etj. Domon këto janë shtesë domethënë. Për janë analiza tjera domon që është edhe tash infektive domethënë, antigjeni në urinë për pneumokokleisteria është antigjeni i shpejt, ta jep informata përgjithësore është definitivt shumë mirë. Faktor specifik, domethënë, gjen faktorin specifik që ndihmon për terapi, për shkak Po tash të terapia me qenë tërkuar. pneumokoku ka ato, se përmendet të rasti shembull çat kesin, pacienti ka domon probleme mushkërore. Tash na i kemi këto ndajet e pneumonive, kemi CAP, kemi të aktuar pneumonia ose pneumonia në komunitet, po në spital, lidhe me sistemin shëndetësor edhe ventilator. Se ki domethënë pneumoni, ki rentgen pozitiv e lyp pneumokokun. Po legionella nuk e lypin çdo herë se qëllimi, mendimi im personal, domethënë profesional është që mos më bëhet shumë dëm edhe shtetit edhe me lyp analiza, adin me botika auton. Nëse ka pacienti është i më shumë, po nuk ka shku, nuk ka qenë hotel se funi, s'ka qenë ai liçena dikun, ose nuk ka faktor për legionell, na lyp pneumokokun. Nëse ndel pneumokokun negativ, atëherë lypmi edhe për legionell, domethënë. Ose leptospirë, se leptospira shkon më nuk kanë me prej sistemin respirator, që më na me smundje akute auton, se sindromi renal apo edhe ekstrarenal, pa një respirator viral. Sidomos, tash pa një respirator viral, verës me kërku është adin nonsens. Mirë, po normal sezonat kur fillojnë të gripat pranvera hershme dhe vjeshta vonë, do gjithsesi me kërku. Influenza. Te na tash është mirë se momenti prej Covidit e knina që na kanë ardhur donacione shumë që kanë pruva dhe është pajisë bëgi mirë shumë instituti kombëtar publike me panele, me PCR të fuqishëm që na jap një mori dhonash informacion domosdoshmë kemi pej Covidit, to influencave lloj të ndryshme, rinovirusve, human rhinovirus, komplet këtu edhe kemi edhe bakterial, që është domethënë për këto për pneumit atipike, komplet i kemi domosdoshmë është sistemi që komplet seti që domosdoshmë i përshton shumicën, çka për këto më të veçanta mas tani domosdoshmë lypi analiza shtesë varësisht. Te testi për HIV do të më testu nëse një pacient pse ka HIV, se normalisht HIV është një smundje gradualisht e ngadalshme që me shme kështu pak më thjesht e han atë organizmin ngadal imunitetin e dëmton, edhe nuk vjen me mënyrë akute, po vjen pacienti graduale dhe vjen me ankesa të çuditshme që do mund të jenë nuk mundesh me kategorizu. Edhe një ekokardiografi, domethënë që përmend domethënë kjo. Definitivisht kjo në fund ke, domethënë ekokardiografia që me përjashtu edhe ndokarditën me vizitacione, po nëse ka orë të vizitacionet, një anamnezë mirëfill, domethënë në veç na jep një ide se pacienti a ka pas në intervenim në stomatologu. Kjo është kryesorja. Përdoruesi drogave edhe tash së fundi, tash të ndryshimi i valvulave, i bypassave, që shpesh kanë po them tek këto puna endokarditeve, ose nështë ta jena në këtë erën halo që ka fillu intervenimet për i kardiokirurgve, ende nuk kemi mrinë atë fazën që vishë do të më shfaq probleme, se këta kirurgat më mirë bolla dhe të ne kena kry operacionin ishë me një po të vendosja e ty në stenta adin për shak probleme urinare, a i thikë ketë mirë tash mirë, po ma vonë na po mirëmi tani. Që janë urosepsat që vinë prej vendosjes së pajisë. Te sistemet të diagnozat e sistemit të skorimit, kemi diçka që përdorim në emergjencë, për shembull përdorim Q-SOFA, domethënë është përmendëm më herët SOFA, në vlerësimin sekuencual. Në emergjencë përdorim Q-SOFA, domethënë Quick SOFA. Po, Q-SOFA në statusi mental, takipnea edhe tensioni. Po, është i thjeshtë, domethënë nëse dy prej këtyre janë pozitive, ka domethënë faktor prognostik për prognozë të keqe. Po, kjo ideja që faktor tjerë prognostik skorimi mund të përdor. Përmendem vetëm shkurtimisht për kolegë kush dojnë mos ne mund me këti diskutuam, po nëse optona kjo so far domon mund të përdoret edhe në ambulant, sistemi domethënë ose edhe nëse të tjerën si mjek në shtëpi më shku me bë ekzamenimin, mund të përdor edhe në ambientin shtëpiak, shumë i lehtë. Mund për 3 statusi mental ndryshuar, glosoma muscular 15, respiracioni mbi 22 dhe sistolikun në 100. 100 apo në 100, domethënë kjo është që ti vetëm e pas një ide që ky pacient më nuk mundesh me fillu me menaxhu në shtëpi ose në ambulant, është
Kurse te SIRS dhe SIRS kriteria përmend, domethënë SIRS kriteria mbi 2 apo mbi 2 kritere, temperatura mbi 38 apo 96, frekuenca zemrës mbi 90, këto respiracion në mbi 20 apo 502 në 32 dhe leukociti mbi 12 në 4, këto vetëm nëse ka 2, tash domethënë kjo sofën e bën i ka 2. SIRS kriteria i ka 2, atëherë për SIRS kriteria është SIRS plus burimi infeksionit të dyshuar apo prezent. Prezent qysh shemo nëse pacientin shku me vizitu qoftë shtëpi apo ka në ambulant, zar po kam dëshirë ta ceki këtë ambientin e larg terciarës, kur është prezent ka intervenu, sidomos site surgical infection ose infeksionet prej venit të kirurgjike që pacienti ka intervenu. Po edhe një gjë është interesant që nuk do të më mendu se intervenimi është bërë para 3 javë apo 2 muajve edhe jo në ka mundësi. Në literaturë dhe mbas një viti. Në literaturë thotë edhe mbas një viti. Dhe mos me këto pjesë të bakterit atipike gjë. Abdominale, intervenime të ndryshme ose vendosja e protezave të ndryshme, këto janë shumë problem se një gabim padashëm normal i operatorit ose një infeksion që mund të më ardhë që nuk ka mundësi kurse si me parandalu ose me paramenu, ai ma vonë vish fillon me shfaq problemet. Septik shock kriteria, sepsa me hipotension, pavarësisht mirënimit me langje edhe motësi kriteria apo multiple organ dysfunction syndrome është dëshmi e dështimit mbi 2 organeve. Që kjo ideja, domethënë që përmendëm domethënë për llogaritën SNCA, respiracioni, abdomeni, orogenitali edhe lëkura. 5 ose muskuloskeletor, këto ki mbashëm se 2 tu kanë prek, atëherë domethënë vetëm se. Po mocë është për neve. Kurse nevs dyshit që përmendëm është tani për settings ose ambient spitalor, terciar, tani me vendos a është pacienti për ICU intensiv apo është për repart. Edhe kjo është një ne bisedojmë pas të sistemime aty, në fund e diskutojmë edhe këto. Mirë, flasim pak për trajtimin e sepsës edhe të shokut septik, sidomos të shokut septik, ato masat e hershme, do të thonë reanimatorën e emergjencës ka shumë rëndësi. 2 kanillat të mëdha, reanimimi me langje, oksigjenimi, monitorimi vazhdueshëm me telemetri ose intubimi i hershëm se është e nevojshme. Kriteret për intubim, për shembull, pacienti është hipoksi. Ty talon për kriteret intubimit. Po flas për di që është tema shumë me neve. Do të thonë hipoksia, hiperkapnia, do të thonë status alternuar mental, edhe pamundësia për me mbrojt rrugët e frymëmarrjes. Këto janë kritere për me mbrojt nuk është saturimi, edhe acidoza, mos ta harrojmë edhe acidoza. Se saturimi shpesh po tani në Kosovë po keq kuptohet, apo thonë jo s'ka 85, mos e prit 85. Edhe acidoza persistente, po këto janë cita janë kritere për me intubu, sa më herë që intubohet këta pacienta, domethënë rezultatet janë më të mira. Po flasim do 2 shtyllat e trajtimit të shokut septik është terapia me antibiotik, edhe kontrolla e infeksionit, mos ta harrojmë. Kontrolla e infeksionit për shkak të ka absces, ai absces duhet më drenu, nëse ka një nekrotike ato duhet më domethënë nekrektomia. Thonë mos harrojmë sepse shpesh herë injorohet kjo pjesë. Kem filluar me antibiotik, po nuk drenohet abscesi, domethënë burimi mbetet, ose largimi i katërit venozë qendrore nëse është shkaktar, ose largimi i porta kath nëse është shkaktar, apo këto. Dhe që kjo pjesë nëse lejon, shpesh në praktik hasmi që pacienti ka të lashëm me ekstremitete, për shembull, këto që është e dukshme është cianoz, ka filluar i indjes e organe, se kjo kishtat më veç me shku në cianoz dhe me fillu me rënë domenin e nekrozës, jo është në infekcioni ende prezent. Burimi infekcionit është ato. Përveç që është burimi infekcionit që e ka shpirë, dhe më thonë, që atë probleme ndodhë në ekstremitetin periferik, qoftë gishta apo të kamës ose dorës, është njëkohësisht edhe duke liru citokine. Qilizet vdekura, ku të zbërthejnë ato lirojnë vazhdimisht faktorë të organizmi nuk ka mundësi me rrim marrë veten, ose strisho. Jo, strisho për del X infekcionis, pseudomonas, ose acinobacter ose enterokoku. Hjeke, eliminoje problemin me trajtim mirë. Të linja parë të trajtimit, do është antibiotik intravenoz me spektër gjanë. Po, do të thonë 2 shtyllat kanë antibiotik të hershëm, kontroll e infeksionit edhe mbështetja e perfuzionit periferik me langje edhe me vazopresor. Fillojnë të antibiotik, do të thonë në emergjencë po flas që është më rëndësish, ne fillojmë zakonisht me terapi empirike. Është terapia empirike. Flasim pak a shumë për shembull të infeksionet respiratore, cila është terapia empirike më e përshtatshme, të infeksionet të sistemit nervor qendror, cila është terapia empirike më e përshtatshme, të infeksionet intraabdominale. Shkurtimisht, për shkak se edhe kohën e kemi shkurtimisht flasim cila terapia empirike është më e përshtatshme për ne, do të thonë nga aspekti emergjencë me fillu sa më herët.
Po, normalisht sistemi respirator mbas analizave dhe një rentgen, nikosisht me pyetë edhe pacienti a është alkoolist, se nëse është alkoolist ose edhe përdorësi droga, po klepsiella, kjo është domethënë këtë tjetër. Por normalisht domethënë ceftriaksoni ose bazë se edhe kur kështu guideline ose terapinë empirike, ceftriaksoni është pi terapisë që po përdoret. Ceftriaksoni është pyetja, apo tash kesh përdorimi antibiotikëve që është tjetër temë të na. Besoj që bisedojmë kemi pas një temë veçantë. Po, bën këtë problem që ti si klinicist, jo si në emergjencë apo në si infektolog me përdor ose nëse ka përdorur edhe më herët, se nëse ka përdor pacienti antibiotik shembull të familjes cefalosporinave më herët, ti nuk ke çka me fut këto. Mirë, po shembull piperacillina përgjithësi, po folëm se shkojnë naltë dhe poshtë, ipet, kupton, se është më shumë antistafilokoksik edhe piperacillin, po metazocin, po tazobactam. Kjo është përdoret kohëve të fundit, domethënë se nëse llogaritëm sistemin respirator, pneumokoku, po edhe stafilokoku den, sidomos nëse ka qenë pacienti ka pas një episod me gjendje gripoze, edhe është fillu më bë mirë dhe ka fillu më bë keq. Kjo është ajo dallimi që është pneumonia infeksionet respiratore, ceftriaksioni edhe piperacillina me tazobactam të dy. Vankun se këtë na vjen po kthejnë vanko edhe mipenemi definitivisht duhet mbrojt. Edhe piperacillina është antistafilokoksik i mirë. Është edhe bile se vanko me piperacillinë me tazobactam janë shumë terapi e ngushtë. Ceftriaksioni është pak më e gjatë, ose mipenemi këtu. Kurse sistemin poshtë abdomen ose në diafragm, si ide me pas është domthonë tash se funin shkruhet cefepima. Cefepima. Po. Pse parenterale cefepima. Po. Edhe i pet një ceftriaksion 2 gram domotor, apo varësisht nëse është shumë rënë në cefepima. Cefepima si e vetme domethënë. Po, e vetme, po duke prit ende normalisht. Po, rezultatet të tjera mos ki përfshirje të organeve të tjera, apo se cefepima përfshin i prek edhe sistemin se tash në llogarit kur pacienti bën seps, perfuzioni është i dëmtuar, pacienti nuk konsumon ushqim, nuk han, edhe çka ndodh flora bakteriale veç fillon më rebelu. Kështu me kushku të bashkë edhe fillon me kalu në gjak e me na bë seps gram negativ. Gram negativ. Që do cefepima është do të infeksionit intraabdominale, cefepima mund të përdoret si terapi empirike. Mirë, po metron pelona, metronidazon e lëm si opcion që nëse kim ndaj absces, pastaj. Por të sistemi nervor qendror këtë problemin e kim të kalushmëria e kësaj barrierës hematoencefalike. Normalisht nëse pacienti vjen meningit, edhe është pse te ju është pak problem tash sistemin Kosovë që e kena se nëse meningit na thënë na do të punktu analizat të vjen te na një herë, po shkon cef vanko. Edhe është me mush. Ceftriaksion me vankomicin. Po, terapi empirike. Empirike, nëse domethënë nuk dyshojna për viral. Se është për viral, do të më futet edhe cikloviri plus desot na vjen paneli PCR i lëngut rreshpiror. Ose terapi, domethënë iniciale empirike ceftriaksioni me vanko në 60 ose se fund në 50 vjeç. Nëse mbi 50 vjeç do të më mbulu edhe legionellën me futet ampicillin. Legionella apo këtë leptospira. Legionella tek SNC-ja. Leptospira vjen masaj për këto problemet renale apo. Po legionellën me mbulu gjithçysh edhe me jo mendoj leptospira, mendoj për listerian. Po, listeria. Sakt. Te listeria mbulohet. Te listeria mbulohet listeria, se lapsus legionella listeria leptospira këtë njëjtë, edhe mbulohet mbi 50 ose nëse ka historikun që ka qenë dikun në mal, ka shkuar në Brezovica, ku i diun ka pol është lanë për bazë ato liçenit ose edhe te fushët në vogla. Sidomos tani aty është një veti, një thonë antibiotikëve java parë, java 2, pas lindja normale, lindja ato është tjetër. Sigurisht. Mirë. Po mirë nanotologët. Flasim pak për rehidrimin, terapia me langje. Domethënë si duhet projektohet, domethënë çfarë sasi e langjeve do të jepen që me arrit një perfuzion të mirë indor. Tash edhe kur duhet filloj me vazopresor, domethënë çfarë kemi një kriter të veçantë kur nga terapia me langje kalojmë në terapi me vazopresor. Sot bota ndodh dy projeksione, a më shku me langje, a më shku me vazopresor. Domethënë pe fillim po pse? Okej, me langje nëse domethënë jenë në një ambient që s'ki noradrenalin. Bile ato në orë, jo dopa është shumë të dalë ose noradrenalin. Në ideja që ti s'ki noradrenalin, atë shkon me sistemin domethënë klasik, shkon me nacel, shkon se
me gjasin që këmë fë atje ku je, nuk e ki të këta ekspanderat e ndryshëm, hemacellat e këto. Atë do me në cel, jep, kristaloid edhe ideja që ka kanila, shumë rëndësi, Lajme që. do më thonë me shku me përdorin ngjyra, sistemin e ngjyra se me numra ashtu shtu pak kemi ide. Do më thonë kurse si kalter dhe e verdhës e saret, po me shku me pembe gjelbër. Pak problem në për këto primarët, këto llojet kanillave, ndoshta edhe më shumë që përdorin këto më të vogla më lehtë për shkak të vena, mirë, po çdo me insistu te pacienti që dyshon mjeku që është për shkon ka sirë si sepsa kanilla më e madhe që përmenet 2 vena dhe me fillu tretja non-stop edhe më nis për qendër klinikë kryesore ose për spitali. Nëse kjo nëse më rrinë spitale edhe tash bëhet e zemrës, këshirë me sistemin e kardiovaskular, a mund me toleruar, s'u toleron. Edhe pse këta po thonë që më mirë është me fillu me noradrenalin, është një krah i ose një mendim i shkencëtarëve që me shku me noradrenalin, që edhe ne mendoj pse se me noradrenalin të veç edhe përmirëson sistemin e perfuzionit, njëkohësisht edhe rrun zemrën. Për ngarkesë se tash 30 ml për kilogram pesh trupor nëse vjen një 80 kilograma noradrenalina rritja e rezistencës vaskulare sistemike pak e shkakton edhe ngarkesën në zemër, po ti nuk shkon më me këtu me 4 litra orën apo. Atë tash na mund të thonë 30 ml për kilogram pesh trupore, po kur 4 litra kemi thonë për një orë, apo është se kjo është problemi edhe i kanillave që thash, se ti 4 litra nuk mundesh me kanillë të verdha apo të kaltër me thonë. Është pa mundë, sepse flow-in e ka, çdo kanillë të kallëzon për sa mililitra për ka flow-in auto, nuk është pa mundur. I shkon mirësor dhe më vendos kateri venos qendror. Unë shpresoj të ardhmen që më rregullu bileshisha në perëndim që ki flebotomist. Është revoni juve atje jashtë që keni pas atje në Emirate, ndoshta janë këtu, po flebotomisti, nikosisht më bë edhe mjeku eksperti që më veç me kateter venos qendror. Ka ardhen, e ke vlerësuti që është gjendje septike, është on call, thirret ai eventos kateter venos qendror, edhe moj keti jemi në rregull, se ka 2 apo 3 porta, nuk merr me këto, se tash merr animim, merr me intubim, edhe nikosisht skiv qasje venoze është vërtet e pamundur edhe se në raste specifike mund të përdoret edhe linja intraoseale. Intraoseale, po duhet të pasën pajisje si nuk mundesh me vendos pa pajisje. Po është një pajisje në fakt si revole. Po, shumë e lehtë shpejt. Okej, në rregull. Domethënë fokusi i veçantë antibiotik sa më herët, rehidrimi edhe vazopresorët atëherë kur indikohen. Kortikot. Kortikosteroidet. Kjo është interesant, hina bashkë edhe lexova shumë hidrokortizon suksinat natriumi. Domethënë edhe pse ishin dilem a me dhona jo kish punime shkencore shumë Cochrane kanë bu multiple si studime është thik me 2 teja, por po thot se nëse je për hidrimin, ke thonë edhe vazoaktiv, nuk ka shanca me marrë veten pacienti hiç dhe po shkon për ICU. Po që kjo është, domethënë, merr vazoaktiv, është vendosur në ICU edhe po prolongohet, domethënë as parashikimit ton prolongohet qëndrimi me shtinë në kortikosteroide, hidrokortizon, domethënë 50 mg në çdo 6 orë. Qëllimin është ka me zvoglu ditët e qëndrimit në ICU. Na këto me pas si goal të ardhmen. Së të qotë me hipoperfuzioni dëmton pak edhe gjendrat mbiveshkore, kështu që edhe prodhimi i kortikosteroideve si substancë akute gjatë stresit, edhe zvoglohet, edhe insuficienca mbiveshkore është faktikisht një fenomen që ndodh gjatë sepse duhet të parasysh. Ideja që trupi me rujt zemrën, trurin e këto organe tjera me sakrifiku. Sidomos kur kemi një hipotension i cili nuk përmirësohet as me langje as me vazopresor, domethënë ekziston dyshimi që është insuficiencë e gjendrës mbiveshkore dhe nuk përmirësohet pa dhënë steroide, domethënë hidrokortizoni pse që është më i përshtatshëm. Po na nuk në praktikë mos ka rënë pas hidrokortizon. Na kena dexazon dhe metilprednizolon. Po nuk kam përdorur me hidrokortizon, pse ka është i mirë për shkak se ka edhe efekt glukokortikoid edhe mineral kortikoid, domethënë izolacion të dyja. Problemi që kem për shembull tek puna e kortikosteroideve, dexazon edhe metilprednizolon, sidomos në ICU patient, pacientë në klinikë intensiv, se sa kom qëndru kohën e Covidit, ai më marr me pacienta në intensiv. Puna glikemisë, kontroll glikemisë. Është qëllimi që është del prej kontrollit. Çish me të kalu ose çish me bën atë që na më thon tash kortiko dhe më bën problemin me rrit glikemin është thonë më dhonën me perfuzimat.
Definitivisht. Po. Qitet perfuzomat ipet për 1 orë ose 2 orë dhe nuk e mrin atë pikun e glikemisë, se me na bën neve të lashe për trajtim ose me marrë pacienti vetë, se na dinë në momentin që rritet glikemia, nuk punojnë polimorfonuklearët, nuk punojnë cilësitë imunitare tona dhe pacienti nuk e merr vetë. Në rregull pacientët me sepse ose me shok septik si rregull më të mirë të do është më trajtuar në kujdes intensiv. Po, shoku septik definitivisht. Specializuar. Po. Edhe pse aty këtu mundemi pas një grup pacientëve që janë më stabil që ndoshta mund më konsideruar më trajtuar në repart. Po në moment që paraqitet shoku me shenjë të perfuzioni do të më qenë Definitivisht. në kujdes Për shkak të monitorimit aktiv për ata quhet ICU, që me vazhdu në mënyrë 24 orë me përcjell diurezën, tensionin, pulsin, temperaturën, që mjeku me pas inputin vazhdimisht danave se çka ka ndodhur me pacientin. Nuk mundesh se në repart është pak më lehtë çështja, domethënë pacienti është më i lehtë, ai tregon kur ka të lashe, ti mund të intervenu përndryshe pacienti se kur përfundon në intensiv, shanset janë mëdha me pas edhe vëdije pacienti, domethënë. Edhe zgjidhni tregu nevojat e veta me Mirë, Sarun falenderoj shumë, realisht besoj që kemi pas një bisedë shumë të mirë. Kemi shumë gjëra për me bisedu për këtë temë, dhe është definitivisht një temë shumë e madhe. Për fakti që definicioni i sepsis ndryshon aq shpesh, domethënë tregon se çfarë problemi i komplikuar është. Kështu që shpresoj që do të kemi edhe ndonjë rast tjetër që të bisedojmë ose për këtë temë ose për probleme tjera infektive. Megjithëse unë kënaqem shumë, kaluam shumë mirë këtë kohë edhe mendoj që do të vazhdimisht me bë qoftë podcast apo edhe në të ardhmen video ose emisione të vogla. Dashur ky far spend attention në ka zvogëlu 10 minuta që mi vëdësuan komunitetin tonë që na me qenë sa më suksesshëm të ardhmen që pacienti më ia dhon diagnozën më njëherë. Gjithsesi. Atëherë unë falenderoj shumë edhe një herë, shpresoj që prapë do të takohemi në një njëjtin vend me tema tjera, shpresoj. Për që kolegë ndërum, faleminderit shumë që qëndruat me ne deri në podcastin radhës. Ju përshëndes. Mirëbeq.